Qendra Kulturore e Bashkisë Sarand organizoi festivalin e vallës dhe polifonisë që synon të promovojë traditën folklorike në rajon. Pjesë e këtij aktiviteti u bën nxënës nga 4 bashki jugore ku performanca e grupit të Konispolit u vlerësua më e mira, ndërsa festivali sjolli emocione, traditë dhe një ndjesi bashkimi përmes këngës dhe vallës popullore, duke rikthyer vlerat autentike të këngës dhe vallës popullore të këtyre zonave. Për herë të parë, Qendra Kulturore e Bashkisë Sarand inicioi dhe organizoi një festival të një formati të veçantë. Nga skena modeste e sallës së kësaj bashkie nisi rrugëtimi Festivali i Vallës dhe Polifonisë, që në thelb ishte një konkurim mes bartësve më të rinj të kësaj pasurie në rajonin më jugor të vendit. Në festival morën pjesë grupe të përbërë nga nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme nga bashkitë Sarand, Delvin, Finiq dhe Konispol. Drejtori i Qendrës Kulturore Ismail Myrtaj thotë se ky festival solli në vëmendje traditën e larmishme folklorike të rajonit për një publik që tregoi interes të veçantë. Ky festival u zhvillua për herë të parë në nivel rajoni, ku morën pjesë bashkitë e Sarandës, bashkia Delvinës, Finiqit dhe Konispolit. Ku morën pjesë të rinjt nga të katërta këto bashki, duke shpalosur nivelin, po themi, më të lartë, maksimal traditën. Shkollarët e ardhur nga të 4 bashkitë jugore bashkuan në një fest tradite, ritmesh dhe emocionesh të ardhura nga vallja dhe kënga popullore apo larmia e kostumeve tradicionale. Bashkia e Konispolit i kishte të gjithë fëmijët të veshur në mënyrë më tradicionale të asaj zone, bashkia e Finiqit po ashtu me veshjet e tyre të traditës, bashkia e Delvinës dhe bashkia e Sarandës. Në festivalin e polifonisë dhe vallës përballë bashkive Sarand, Delvin dhe Finiq, performanca e grupit të ardhur nga bashkia e Konispolit u vlerësua më e mira dhe u nderua me çmimin e parë. Ndërkohë çmimi i dytë shkoi për bashkitë Finiq e Sarand dhe me çmimin e tretë u vlerësua bashkia Delvin nga një juri e përbërë nga emrat të spikatur të fushës. Çmimin e parë e mori bashkia e Konispolit. Ata ishin me orkestrën e tyre live, fëmijët kënduan live. Çmimin e dytë e mori bashkia e Finiqit, çmimin e dytë përsëri mori bashkia e Sarandës, çmimin e tretë e mori bashkia e Delvinës. Ishte një hap i parë për të vazhduar më tej për mos harruar kush jemi dhe nga vim, çfarë përfaqësojmë. Ky festival bashkoi në një organizim grupet artistike rinore duke sjellë për publikun vlera autentike të këngës dhe vallës popullore që trashëgohen brez pas brezi. E gjithë kjo krijoi ndjesinë e bashkimit përmes kulturës dhe identitetit të krahinave, traditë e artit burimor.